pasion time shkova ta takoj. Interesant. Tash, nuk e ki veç loj TikTokun, të kuptojnë? Jo, definitivisht. Se njësë si loj, Nisi. si loj e bebave, me zorin e bebave, po tash, po bën biznes. Qashtu është, mu ka bu pun e dytë TikToku. Paragjykohet kjo, mi u thonë njerëzve disave këtu është punë në TikTok, të paragjykojnë, se mendojnë që punë është veç me prashit livadhin e harën kështu. E jo, valla, nuk është. është shumë, bile konsuman shumë ku, për me nxerë video që ashtu që dënë me nxerë edhe në bazë krejt pikave që atë vetës që për dënë mi bu në video, ka video që realizohen shumë shkurt, shumë shpejt, po nëse dënë, do më thonë, me dhonë një informacion, me dhonë një vlerë, me pas kredibilitet që ajo video, me pas fun, entertainment. E ke mendu se do t'i përkushtohesh kaq shumë? Do të bëhet një lloj pjesë e jotja profesionit? Jo, ama e kom vrejt që e bëj me shumë qef, edhe mas në sene që a i bërë me qef edhe me pasion, gjithmonë kanë rezultatet mira.